Shqipëria po shndërrohet me shpejtësi në një nga destinacionet turistike më të preferuara në Europë për vitin 2026, shkruan Fran Watts në një artikull të botuar në median britanike dhe independent. Vendi i cili deri para pak vite i konsiderohej si një nga sekretet më të ruajtura të kontinentit, po tërheq gjithnjë më shumë turist falë kombinimit të plazheve me ujërat e kristalta, qyteteve bregdetare me atmosferë të qetë dhe kostove më të ulta krahasuar me destinacione të njohura si Greqia, Kroacia apo Italia. Sipas mediave britanike të specializuara në turizëm, paketat e pushimeve për në Shqipëri po ofrohen me çmime që nisin nga 160 pound për person, duke bërë vendin një nga alternativat më ekonomike për pushimet verore në mesdhe. Përgjatë rivierës shqiptare, destinacione si Ksamili, Saranda dhe Imara vazhdojnë të tërheqin vizitor për shkak të plazheve të tyre piktoreske, hoteleve me çmime të përballueshme dhe atmosferës së relaksuese. Por pse Shqipëria po bëhet kaq e njohur? Një nga arsyet kryesore të rritjes së interesit për Shqipërinë është fakti se shumë turistë kërkojnë ende destinacione që ruajnë ndjesinë e vendeve ende të pazbuluara, ndërsa çmimet në destinacione tradicionale të mesdhut vazhdojnë të rriten. Shqipëria po perceptohet gjithnjë më shumë si një alternativë me cilësi të lartë dhe kosto më të ulët. Rrjetet sociale kanë ruajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm në promovimin e vendit. Por cila është periudha më e lirë për të vizituar Shqipërinë? Muajt maj, qershor dhe shtator konsiderohen ndër periudhat më të mira për të vizituar Shqipërinë. Gjatë kësaj kohe temperaturat janë të ngrohta, plazhet janë më pak të populluara, e çmimet e hoteleve dhe shërbimeve turistike mbeten më të ulta. Qershori ofron kushtet ideale për pushime në plazh dhe not, ndërsa në shtator temperaturat zakonisht luhaten mes 20 dhe 30 gradë Celsius. Nga ana tjetër, korriku dhe gushti janë muajt më të nxehtë dhe më të ngarkuar të sezonit turistik. Gjatë kësaj periudhe, veçanërisht në rivierën shqiptare, çmimet e hoteleve dhe klubeve të plazhit rriten ndjeshëm. Ksamili është ndër zonat që përjeton edhe fluksin më të madh të turistëve gjatë sezonit kulmor, prandaj edhe rezervimet e hershme konsiderohen të domosdoshme. Por cilat janë destinacionet më të rekomanduara në Shqipëri? Ksamili mbetet një nga destinacionet më të famshme bregdetare të Shqipërisë, e njohur për ërën e bardhë, ujërat e kthjellta dhe baret e plazhit. Ai tërheq veçanërisht çifte dhe grupe turistësh që kërkojnë atmosferën klasike të pushimeve verore. Për ata që preferojnë qetësinë, rekomandohen vizitat jashtë muajit gusht. Saranda po ashtu është një nga qendrat kryesore turistike të rivierës shqiptare dhe një piknisje ideale për eksplorimin e bregdetit jugor. Qyteti ofron një atmosferë të gjallë me restorante, bare, hotele, buzëdetit dhe akses të lehtë drejt plazheve përreth. Edhe Himara ofron një ritëm më të qetë dhe më autentik krahasuar me destinacionet e tjera të rivierës. Plazhet janë po aq të bukura, por zakonisht më pak të mbipopulluara se ato të Ksamilit. Kjo e bën edhe zonën veçanërisht tërheqëse për familjet dhe turistët që kërkojnë relaks dhe qetësi.